A mund të rrëzohet Edi Rama nga një opozitë e drejtuar nga doktor profesor Sali Berisha? Jo, absolutisht jo. Natyrisht që Edi Rama mund të rrëzohet, ndryshe nga Putini, nga Erdogani, nga Orbani në Hungari, nuk i ka rënjët aq thella, pra nuk ka ideologji të fortë Edi Rama si që ka Orbani, konservatorizmi social plus nacionalizëm, pa hyrë këtij debati. Elementi themelor për të rrëzuar pushtetin është e vërteta. Dhe ky do të ishte roli ynë intelektualëve i zërave, dhe këtë rol e ka luajtur shumë mirë, shumë shpesh edhe zoti Bushati, zoti Lubonja dhe tjerë, të pak zëra, po e kanë luajtur. Problemi që shoh unë është që opozita sot prodhon gënjeshtra më të mëdha se pushteti. Pra pushteti prodhon gënjeshtrat që i dëgjuan fushatë, dëgjuan që janë çuar pensionet nga 100 euro në 130, duke krahasuar shifra nominale, jo reale, pa marrë parasysh vlerësimin e euros, pa marrë parasysh vlerësimin e lekut. Faktikisht, opozita prodhon gënjeshtra më të mëdha dhe se pushteti, është e pabesueshme, sepse të thuash që Sali Berisha nuk i humbi zgjedhjet, po ja votën, për mua është një gënjeshtër që qytetarët e nuhasin kollaj, sepse praktikisja që elektorati bëri Sali Berishës dhe berishizmit dhe Partisë Demokratike Berishiste nuk mund të shpjegohet as me krimin organizuar, nuk mund të shpjegohet as me patronazhistët. Sepse i bie pasaj që këto 250.000 vota që firuan u shitën, u blenë, u intimiduan. Pra nuk është, dhe të gjitha sondazhet tregojnë që populariteti i Berishës është më i ulët te populariteti i zotit Rama. Nuk ka asnjë normalitet këtu. Pra kur përmenda rastin e Venezuelës, e përmenda sepse populariteti i kryepozitarit aty është më i lartë se populariteti i presidentit Maduro. Pra këtu nuk ka asnjë indicie që të thotë ty që elektorati shqiptar ka besim tek Berisha. Dhe zoti Berisha dhe Partia Demokratike që kanë ndërtuar është institucioni më larg vërtetës dhe që prodhon më shumë gënjeshtër në sferën tonë politike. Madje zoti Berisha thotë këtë publikisht. Pra, sot ai për shembull thotë Ilir Meta është hero, nesër mu thotë Ilir Meta kriminal. Pra sot mu thotë që Ylli Rakipi është kriminal, nesër thotë Ylli Rakipi është hero i demokracisë. Kur ti e pyet pse dietej që ishte kriminal dhe sot hero i demokracisë, ai përgjigjet, është deklaratë politike. E ka thënë. Po e ka thënë. Blendi, ka thënë për këtë zonon. Ju kishit para pak kohës aty zonjën Ardiana Kalaj, mos më gaboj, që është kryetare e gjykatës statutit të Partisë Demokratike, po. Dhe zonja doli me një qetësi olimpike, tha që zoti Berisha nuk mund të dorëhiqet sepse fitoi mandatin në 2022 dhe ka deri në 2026. Dhe gazetarët i nxorën artikullin. Dhe ishte Ali Bekaj, mos gaboj, nuk ishte shërbëtor i regjimit, nuk ishte kriptoramist. Dhe i tha, jo zonjë, tha, ai statuti thotë që me njëherë pas humbjes do t'japësh dorëheqjen. Dhe zonja me qetësi tha, ky është interpretimi im. Blendi, a bon vetëm pak lutem, Blendi, vetëm pak lutem se edhe ti dhe Bushati nuk e keni saru deri në fund polemikës këtë procesin demokratik, për arsye se na mund të pajtojmë me një gjë se procesi dhe sistemi e kanë konkurrueshmërinë në zgjedhje. Por esenca e asaj që keni debatuar i mungon diçka. Na jemi pajtuar që e kemi një autokrat në pushtet. Por gjithashtu na e kemi një super autokrat në opozit. Ma thuni, si mund të ndryshohet ose të fitohet betejë me një autokrat në pushtet, kur e kemi gjithashtu një super autokrat në opozit. Këto gjëra, realisht, nuk janë, për cilat po flas, quhen, ose si që quajta, demokracia e kapur. Demokracia e kapur është pikrisht ajo që ju nuk e keni sqaruar në debatin e juaj. Meqense jemi këtu, mas sqaro këtë problem dhe a mund të fitohet një autokrat i pushtetit me një autokrat të opozitës. Kaq për arsye se unë konsideroj që brenda debatet juaj nuk e keni prek ose për ciptas e keni prek. Jo, dakord jam, këtë po them që jo, sepse opozita kur them fiton me të vërtetën, duhet të ofrojë një model alternativ.
për të ofruar një standard më të lartë. Pra, ne kemi nga njëra anë Partinë Socialiste të shndruar zgjatim të kryetarit në kazernë, thot zoti Preç Zogaj, që është një përkufizim shumë i mirë. Po nga ana tjetër kemi degradim më të madh Partisë Demokratike në shtojcë familjare. Pra, nuk bëhen zgjedhje brenda PS-s, po s'bëhen fare zgjedhje as brenda PD-s, fitojmë me 99%. Dhe nëse nuk ka demokraci brenda partive, është e pamundur të ndërtosh demokracinë jashtë, sepse partitë politike mbeten forumet ku bëhet debati demokratik, ku vizionet përballen, ku ofrohen alternativa. Kështu që natyrisht, nëse ke një opozitë që në çdo aspekt ofron e ul stekën përballë pushtetit, natyrisht që ky pushtet do fitoj, sepse manipulon më kollaj, ka krimin më afër, sepse krimi synon pushtetin, ka mediat më afër. Jo sepse ai bën opresion, po sepse mediat shiten tek ne, se mediat janë ndërtuar për të shitur. Janë ndërtuar për pazar, fatkeqësisht. Prandaj bëjnë këto mbyllin emisione, heqin gazetar. Problemi është shumë i thjeshtë, kjo nuk do të thotë mohosh ndikimin e krimit organizuar, kjo nuk do të thotë të mohosh patronazhistët. Punë e drejtësisë është ajo tek punët. Ky nuk është problemi themelor që kemi ne sot. Dhe kur them Tirana është barometër, nëse ti nuk fiton dot zgjedhjet në Tiranë, nuk i fiton dot as në pjesën tjetër të Shqipërisë. Dhe me që Batoni thotë është punë e drejtësisë ajo, Bushati ngre het idenë që drejtësia është një armë në dorën e Edi Ramës. Bushat? Në këto zgjedhje ka qenë në dorë të opozitës. Ose për Bushatin të pyesim. Po mirë. Edhe Telen për këtë. Po, Pastaj ti. një njeri që na ka ndjekur gjithë debatin. Çfarë ka vënë re? Që ne, sa herë flasim për Ramën, shtojmë dhe si pilaf një kalë të ngordhur Saliu. Jo, s'ta pranoj këta. Po, ata mbaroj, pastaj ma i poshtë ma... Mos e kuj kalë të ngordhur, ai do shefi i opozitës. Po, ma bëjtë Ka sopë. ngordhë themi ne ore se. E kupton? I ka të gjitha. Kush manipulimi i gjithë kësaj, sepse kjo duhet për të legjitimur Ramën. Ndryshe nga çdo zgjedhje të mëparshme në Shqipëri, këtë herë oferta për të votuar kundër Ramës ishte e pamatë. Pra, zdoje Berishën, votoje si unë Arlind Qori. Zdoje Berishën, votoje Agron Sheaj. Zdoje Berishën, Edhe morën shumë vota ata. votove Lapaj. Edhe morën shumë Dhe vota. mentori thot që këta morën më shumë vota. Shumë. 200.000. Asnjëri nuk mori nuk janë pak. sa Tom Doshi llogaritë i avantazheve të Tom Doshi, pushtetit. Asnjëri s'mori sa Tom Doshi, po nuk është kjo e rëndësishme. Kush është e rëndësishme? Megjithse oferta opozitare ishte më e lartë se kur, Rama kaloi nga 48% në 2021 në 52-53%.